kjo është historia që askush nuk guxon ta tregojë deri në fund. Një vajzë e re, pa flok, e braktisur në një shtrat spitali, lufton jo vetëm me një sëmundje të pashërueshme, por edhe me fatin që dikush tjetër ja ka zgjedhur. Kur ujqër misterios shfaqen natën, të gjithë besojnë se ajo është viktim. Por a është vërtet kështu? Çdo njeri në dhomë fshihet pas një mashtrimi, një faji, një të kaluare që rrezikon të shpërthejë. Kjo vajzë mban brenda vetes një sekret që ndryshon gjithçka. Mos u largo sepse në fund do të kuptosh kush është grabitçari i vërtetë. Drita e bardhë e spitalit binte si akull nga tavani mbi korridoret e gjata. Aroma e fortë e alkoolit përzihej me erën e mjekimeve të vjetra. Monitorët lëshonin një bip të ngadalt, si zemra e një giganti të lodhur. Për disa çaste, gjithçka dukej normale në pavionin e urgjencës derisa normaliteti u qa si xham në presion. Era u ngrit pa pritur. Nuk ishte e mundur, dritaret ishin të mbyllura. Një infermiere, Arta, ngriti kokën e hutuar duke mbajtur një dosje në duar. Një mjek i ri, Drilon Hoxha, po kontrollonte intravenozin e një pacienteje të re, të shtrirë në shtrat, Lira, vajzë rreth të 18-tave, e dobët dhe me sy të trazuar. Prindërit e saj nuk dukeshin gjëkundi. Pastaj u dëgjua një rënkim i thellë. Një ulërim e ardhur nga barku i pyjeve. Dhe dera e hyrjes u shty me forcë. Hyn ujqër. 3. Jo, 4. Të mëdhenj, të zinj, sy të artë që shndrisnin në dritën e neonin. Rëshitën përmes dyshemes së pastër si hije të gjalla. Arta lëshoi dosjen dhe u tërhoq ngjit murit. O Zot! Pshërtiu ajo me zë të dridhur. Njëri prej ujqërve ngriti hundën drejt ajrit. Të gjithë shikuan vetëm një drejtim, vajzën në shtrat. Drilon ndjeu zemrën t'i përplasej në gjoks. Djers e ftohtë i rëshiti poshtë qafës. Instinktivisht, ai u vendos para Lirës, duart e shtrira sikur të ishte në gjendje të ndalte bishat me trupin e tij të brish. Mos lëvizni. Bërtiti agroni, roja e sigurisë, duke vrapuar me shkop në dorë. Ujqërit rrethuan shtratin me lëvizje të heshtura, pothuaj ceremoniale. Nuk kafshuan askënd tjetër. Nuk kërkonin ushqim. Nuk dukeshin të humbur. Kishin ardhur për Lirën. Sytë e vajzës u zgjeruan. Frymëmarrja ju përshpejtua, si dikush që di më shumë se sa lejon të tregoj. Ajo mblodhi këmbët drejt gjoksit, duart e mbledhura mbi flokët e zinj. Drilon, përshpëriti me zë të mekur, mos i prek mjeku nuk arrinte të kuptonte. Çfarë janë këta? Si hyn këtu? Asnjë përgjigje. Njësh nga ujqërit ju afrua aq pranë sa Drilon pa një detaj që ja ngriu gjakun. Në qafën e tij, midis leshit të zi, ishte një shenjë si tatuazh, një rreth me një vijë që e përshkonte si një hënë e ndarë më dysh. Kur ai pa më nga afër, e njëjta shenjë ishte tatuar në kyçin e dorës së Lirës. E mbuluar disi nga një fash. Ujqërit e tjerë ulën kokën, si të nderonin atë simbol. Dhe Lira, me stmerit dhe pranueshmërisë, i pa drejtë në sy. Agroni rrëmbeu shkopin dhe u përpoq t'u afrohej. Ujqërve i u ngritën qimet. Njëri prej tyre u lëri u shkurt, një paralajmërim i tmerrshëm. Roja u tërhoq menjëherë, fytyra e tij u zbardh si letra. Arta nisi të qaj në heshtje. Pse po e shikojnë ashtu? Kush është ajo? Drilon donte një përgjigje po aq sa ajo, por trupi i tij po reagonte i pari, duart i dridheshin. Gjunjët mezi mbanin peshën. Një instinkt therrës i thoshte të vraponte, por sytë e Lirës e gozhduan në vend. Në atë moment, një ujk shtriqi zvarë hundën drejt dorës së Lirës dhe e preku me butësi, sikur ta njihte prej vitesh. Vajza, në vend që të bërtiste, mbylli sytë dhe një lot rëshiti në faqe. Ata nuk do të më lëndojnë, belbëzoi ajo. Askush nuk guxoi të lëvizte. Tensioni qarkullonte në ajër si rrymë elektrike. Monitorët filluan të biponin më shpejt, sikur edhe makinat ndjenin frikën. Drita mjekësore i ndriçonte ujqërit si krijesa të ardhura nga një mit i harruar. Pastaj, pa pritur, të gjitha ulërimat e botës u zhdukën. Heshtja ra si një trup i rëndë. Rrethimi u shtrëngua. Lira ishte qendra e gjithçkaje. Sytë e saj u hapën sërish. Ajo shikoi Drilonin me një lloj dhimbjeje që kalonte fjalët. Ai kuptoi vetëm një gjë, asgjë nuk do të jetë më si më parë. Ujqërit qëndruan të palvishëm, si statuja të zeza që merrnin frymë. Vetëm sytë e tyre të artë lëviznin, duke mbajtur shenjë të vazhdueshme mbi Lirën.
Pa pritur, ulërimat dhe kërcitjet e mëparshme u zhdukën sikur dikush t'i kishte fikur me një buton të padukshëm. Heshtja që mbeti ishte aq e rëndë sa dukej se po shtypte mushkëritë e të gjithëve në pavion. Drilon Hoxha mbante ende krahët shtrirë. Tani vetëm duart i dridheshin lehtë, por zemra e tij po i rrite fort, sikur donte t'i shpëtonte nga brinja. Ai përpiqej të kuptonte çfarë po ndodhte, por mendimet i rrëshisnin si rëra. Arta fshiu duart në uniformë pa kuptim, një gjest i kot për të hequr frikën që ishte ngjitur në lëkurë. Duhet të thërasim dik policin gjithkënd. Shqiptoi ajo me zë të pëlcitur. Askush nuk ja ktheu përgjigjen. Agroni e sigurisë, i cili pak më parë hiqej i guximshëm, tani po lëvizte ngadalë drejt sportelit të Rojes, duke kërkuar të hiqej nga skena, sado pa u vënë re. Ai shmangu çdo kontakt syri, posaçërisht me Lirën. Ishte e qartë, diçka dinte ai ose kishte parë më herët atë simbol të çuditshëm. Një grua më në moshë, e ulur në karrigen pranë derës, Teuta, e shtruar për një frakturë, mbante duart në gojë dhe shikonte pa frym. Jo përsëri, pëshpëriti ajo, aq lehtë sa Drilon mezi e dëgjoi. Fjala përsëri e goditi mjekun si një shuplak. Çdo të thotë kjo përsëri? Pyeti ai, duke ja ngulur syt. Teuta lëvizi kokën pa dashur t'i ndahej shikimi i saj nga ujqëri. Kishte frikë nga fjala, jo nga bishat. Më mirë mos më pyet. Ka gjëra që nuk duhen trazuar, sidomos kur vin ujqërit për vajzë. Fjala vajzë u thellua në veshët e Drilonit. Gjithçka çonte tek Lira. Por a ishte ajo një viktim apo qendra e një sekreti të errët? Në skajin e dhomës, një mjeke tjetër, Elira Gashi, e cila sapo kishte hyrë për të sjellë një aparat, u përpoq ta normalizonte situatën. Janë thjesht kafshë të egra që kanë humbur rrugën. Të gjithë qetësohuni. Shikoni, nuk kanë sulmuar askën. Thjesht duhet të izolojmë dhe një ujk, ai me shenjën në qafë, rrotulloi kokën ngadalë dhe i lëshoi një vështrim që të ngrinte gjakun. Elira mbylli gojen menjëherë. Normaliteti ishte një iluzion që nuk mund të mbahej. Në dhomën pranë, u dëgjua zhurma e një pacienti tjetër që kërkonte të hapej dera. Pëshpërimat nisën të përhapen mes të shtruarve, si gjethe të frikës në një korridor ku askush nuk dëshiron të flasë me zë të larë. Dikush, një djalë i veshur thjesht, Joni, vëllai i një pacienteje tjetër, u ngrit me kujdes dhe ju afrua Teutës. Ju thatë përsëri. Keni parë më parë ujë këtu? Teuta shtrëngoi krahun e tij. Jo këtu. Por në një vend tjetër një vajzë tjetër e njëjta shenjë. Syt e Drilonit u kthyen menjëherë drejt kyçit të Lirës. Shenja. Rrethi me vijën përmes. Lira i kishte syt aty këtu mes ujqërve dhe mjekut. Dukej si dikush që fshihej nga e vërteta e vet, frymëmarrja e saj filloi të bëhej sërish e rëndë. Protagonisti e paqartë, ajo dinte diçka të madhe. Pse ata duan ty? Pyeti ai ngadalë dhe qartë. Lira nuk foli. Por sytë e saj plot trishtim dhe dhimbje treguan se fjalët do të ishin të kota. Ende pa ardhur një përgjigje, Agroni u fshë në korridor dhe u përpoq të komunikonte me dik në radio. I shqetësuar. I djersitur. I fajshëm. Tani, edhe Drilon e vuri re, Agroni nuk po mundohej t'i ndihmonte ata, por t'i fshite ujqërit. Ose të paktën t'i largonte nga dikush tjetër. Një drithërim e fortë i përshkoi trupin. Si mjek, ai kishte parë shumë raste që sfidonin logjikën, por kur një situatë ku vetë realiteti dukej se po kundërshtonte rregullat. Në korridor, dera e hyrjes u mbyll me një zhurmë të ngjirur. Sikur gjithçka brenda ishte izoluar nga bota. Si një kafaz. Heshtja zgjati edhe disa sekonda të tjera derisa Teuta përshpëriti fjalët që të gjithë i kishin në mendje. Dikush po fshej një sekret të rrezikshëm. Drilon nuk mund ta hiqte shikimin nga simboli në qafën e ujkut. Ajo shenjë e mistershme sikur po lëvizte lehtë me frymëmarrjen e bishës. Për një çast, mjekut i erdhi ndërmend një kujtim i largët, një pllak guri që kishte parë në një dokumentar të vjetër mbi kultet e pyjeve. Një hën e ndarë më dysh. Përfaqësonte jo dritën, por atë që drita përpiqej të fshite. Një piçkim paniku i shtypi gjoksin. Ai e ndjeu se nuk po përballej vetëm me kafshë të egra. Jo, ishte diçka më e thellë, më e errët. Ujqërit qëndronin ende me qetësi të frikshme, të përkulur drejt Lirës sikur e mbronin nga vetë njerëzit rreth saj. Ndërsa ajo, e përkulur, mbante dorën me tatuazhin e mbuluar, sikur të donte ta zhdukte atë shenjë nga ekzistenca. Teuta, gruaja e moshuar, u ngrit me dridhje.
Çdo hap i saj tingëllonte si shurm armësh në heshtjen e ngurtë të spitalit. Ajo u afrua ngadalë te Driloni. E kam parë këtë shumë kohë më parë, tha ajo me zë që i dorëzonte vitet e rënda të kujtesës. Driloni e vështroi i tronditur. Ku? Teuta mbajti duart të zemra. Sytë i shndritën nga frika dhe trishtimi. Në një fshat të humbur në mal kishte ndodhur një tragjedi, një vajzë e vogël u largua natën dhe u kthye e ndjekur nga ujq. Kishte të njëjtën shenjë në lëkur ashtu si ajo dhe tregoi me dorë drejt Lirës. Arta ngriti dorën mbi gojë, sikur mos të nxirrte britmën që i gufonte në fy. Dhe ç'ndodhi me atë vajzë? Teuta uli kokën. Ata thanë se ajo nuk ishte më njëra prej nesh, por njëra prej tyre. Lira u drodh. Një dridhje që nuk i buronte nga frika fizike, por nga kujtime që po shpërthenin si copa xhami në kokën e saj. Ajo mbërtheu batanien fort. Nuk dua t'i kujtoj, ju lutem. Driloni u afrua pranë saj, duke parë për herë të parë tmerr të sinqert në sytë e vajzës. Çfarë ke parë, Lira? Kush je ti për ta? Ajo lëkundi kokën, duke mos dashur të fliste. Por lotët e tradhtuan sekretin që përpiqej të ruante. Në atë çast, Agroni u përpoq të largohej përsëri nga salla, por një ujk u rrotullua vrullshëm dhe uli kokën para tij, duke ia bllokuar rrugën. Ai po dridhej. Duart i kishte mbushur me djers. Largohuni, s'mund të ri këtu, gati u mbyt nga paniku. Drilon e pa qartë, faji, frika dhe një uri të fshehura. Çfarë di ti për këtë vajzë? Briti ai. Agroni nuk foli, thjesht uli kokën. Një heshtje e dytë e rënd i pushtoi të gjithë. Atëherë, Teuta nënzë rrëfeu, kishin thënë se vajza e malit nuk ishte sulmuar por mbrojtur. Se ujqërit vinin vetëm kur dikush përpiqej t'ia grabiste shpirtin. Kur dikush e donte të keqen. Sytë e saj kaluan but tek Agroni, pastaj te Lira. Arta pa pritmas bëri një hap prapa, sikur e tërhequr nga një mendim i çmendur që po bëhej logjik. Do të thotë ujqërit janë këtu për të shpëtuar? Nuk pati përgjigje, vetëm ulërima e butë e një ujku që ju vuri flak tensionin. Në atë moment, Drilon pa një dosje të rrudhur mbi tavolinë, pjesërisht të futur nën çarçaf, kartela e Lirës. Ai e mori dhe e hapi. Emri, Lira Krasniqi. Statusi, test subjekt. Ai ngriti syt i tronditur drejt Elirës, mjekes tjetër, e cila tani dukej krejt ndryshe. Çfarë eksperimenti po bëhet këtu? Elira u kthye ngadalë, syt i shkëlqenin nga frika se sekretet po zbuloheshin më shpejt se duhej. Nuk ishte vendimi imi, por Drilon nuk po kërkonte arsyetime, vetëm të vërteta. Në kokat e të gjithëve, një e kuqëremt alarmi po ndiste idenë e tmerrshme. Lira nuk ishte ardhur në spital për t'u shëruar, por për t'u studiuar. Ujqërit ulën kokat për herë të dytë, sikur po nderonin një betim të lashtë. Një betim që nuk falte. Dhe Teuta, me zërin që i vinte nga një kohë tjetër, tha, e kaluara ishte kthyer përmes ulërimës. Alarmet në kokën e Drilonit po klithnin fort, por zëri i tij mbeti i qëndrueshëm. Ai ishte i vetmi që ende përpiqej ta kontrollonte situatën, edhe pse duart i dridheshin nga frika. Tani më tregoni të vërtetën. Çfarë eksperimenti është ky? Pyeti ai, duke parë drejt Elira Gashit. Elira u përpiq të merrte frym thellë. Krahët i dridheshin. Nuk ishte më mjekja e ftohtë dhe e sigurt që hyri më parë në dhomë. Ajo tashmë dukej si një njeri që mbante peshën e një mëkati të rëndë. Nuk ishte zgjedhja ime, përsëriti ajo, duke e shmangur vështrimin nga ujqëri. Po atëherë e kujt është? Insistoi Driloni, duke e shtyr fjalën sikur donte të çahej muri i heshtjes. Në atë moment, Agroni lëvizi, duke e shtyr vetveten mes Lirës dhe ujqërve, sikur të dëshironte të dukej si mbrojtës. Por leshi i ngritur i ujkut pranë këmbëve të tij e tradhtonte frikën e tij primitive. Ai mblodhi guximin të fliste, ajo vajzë nuk është thjesht paciente. Ajo është arsyeja pse ky vend ka mbetur i hapur kaq gjallë. Të gjithë e vështruan me sy të zgjeruar. Lira rrudhi supet dhe u përkul sikur të donte të zhdukej. Ju lutem mos. Ata më premtuan se gjithçka do të mbaronte, se unë vetëm do të ndihmoja. Pyeti Arta, duke ju afruar pak më shumë Lirës. Ajo i butsoi syt, që vajza të mos fshihej më në hijen e frikës. Lira mbylli syt për disa çaste, sikur po kërkonte forcë diku thellë brenda vetes. Më pas, me zë pothuaj të padëgjueshëm, tha, kur isha 8 vjeç ata erdhën për mua. Nuk më sulmuan.
Më morën. Dhe më kthyen. Ajo ngriti dorën dhe tregoi shenjën e gdhendur në lëkurë. Kjo nuk është plagë. Është zgjedhje. Ujqërit ulën kokat sikur të ishin duke aprovuar atë rrëfim të heshtur. Frika përthyej në sytë e Drilonit, por një ngrohtësi i zuri vënë ndërgjegjes. Ai pa një qenie të plagosur që po e fajsonin të tjerët për një fat që nuk e kishte zgjedhur. Dhe ç'lidhje ka spitali me këtë? Pyeti ai. Elira ndërhyri duke hequr maskën e frikës dhe duke zbuluar një tjetër, fajin. Ky spital është vetëm fasadë. Prindërit e Lirës ata menduan se ajo ishte e mallkuar. E sollën këtu për terapi të fshehta. Për t'ia hequr lidhjen me ta. Arta mbylli gojen me dorë. Lotët i nxirreshin në qepall. Ata donin ta shëronin nga vetvetja. Agroni uli kokën duke dëshiruar të zhdukej. Në fakt ka edhe një arsye tjetër. Ai ngriti kokën ngadalë. Ka edhe raste të tjera fëmijë të tjerë. Por asnjëri nuk mbijetoi. Në sytë e Drilonit shpërtheu zemërimi. Ju eksperimentuat me fëmijë? Elira ju përgjërua, ishte mënyra e vetme për t'i kuptuar. Ata nuk janë thjesht njerëz. Apo thjesht ujqër. Ata janë mes dy botëve. Lira nuk qau. Sytë e saj ishin të thatë, të lodhur nga lotët. Unë nuk doja të isha ura, por ata më bën të tillë. Të gjithë u stepën. Në atë çast, dera e spitalit u dëgjua të trokit të dhunshëm. Korridori u errësua për disa sekonda. Ujqërit ngritën kokat në të njëjtën kohë, si të ndjenin një kërcënim të afërt. Diçka po afrohej. Teuta e moshuar ngriti gishtin drejt Lirës, ata kanë ardhur për t'i mbyllur llogarit, bija. Agroni bëri një hap drejt derës, por u ndal pa pritmas, sikur e kuptoi sakt rrezikun që i priste jashtë. Ujqërit u rreshtuan para shtratit të vajzës, gardian të betuar. Driloni mori frym thellë, me zemërim, keqardhje, e frikë të përzier në shpirt. Nuk dinte si ta shpëtonte atë vajzë, por tani ishte i bindur për një gjë, ujqërit nuk erdhën rastësisht. Era përplaste dritaren si një paralajmërim i vonuar. Drilonit ju duk se muret e spitalit po ngushtoheshin rreth tyre. Ai tashmë kuptonte një të vërtetë të zymbë, Lira nuk ishte rasti i parë dhe me siguri, jo i fundit. Teuta, duke u mbajtur pas respiratorit, vazhdoi rrëfimin e saj nëpër pshertima. Në atë fshat pas asaj vajzës së shënjuar, erdhën edhe 3 të tjerë. Asnjëri nuk u kthye. Vetëm ulërimat mbetën. Dhe hijet Arta ju afrua Lirës dhe i preku krahun lehtë. Sa të tjerë janë si ty? Lira u drodh, syt ju mbushën me dëshpërim. Nuk e di. Ata kur nuk më treguan emra. Thoshin vetëm, numra. Fjala numra e ngriti Drilonin në këmbë si i pickuar. Ai vrapoi drejt kompjuterit të recepcionit dhe nisi të kërkonte dosje të tjera të ngjashme. Brenda sekondave, ekrani u mbush me emra të fshirë, data të paqarta, hyrje pa dalje. Zoti i madh, ka qindra raste të regjistruara, nguroi ai. Por vetëm disa dosje kanë të njëjtin simbol me Lirën. Agroni mundoheshte të merrte frym, i rrethuar nga fajet e veta. Unë thjesht kryeja urdhra. Nuk dija gjithçka. Një zhurmë metalike erdhi nga korridori. Ujqërit ngritën kokën të alarmuar. Prej dritares u dukën silueta njerëzish me maska të errëta dhe armë qetësuese në duar. Teuta u step dhe zëri i saj u thye, ta thash modelohet gjithmonë e njëjta histori. Ata vinë për ta marrë. Dhe kush del përpara zhduket. Driloni e ndjeu peshën e vendimit të tij mbi shpatulla, ne nuk do t'i lëm ta marrin. Ujqërit u rreshtuan para Lirës si një mur i gjallë. Dyert e spitalit u hapën me forcë dhe kraharorët e të gjithëve u ngrinë në vend. Tani e vërteta nuk mund të fshihej më. Dyert e spitalit u shyen me një krism që i hoi në të gjithë pavionin. Burra me maska të zeza hyn me armë qetësuese të ngritura. Ujqërit u lëritën me një zë që dridhi gjymtyrët e të gjithëve dhe u rreshtuan para Lirës, gati të sakrifikoheshin për të. Elira bëri një hap përpara, duke shtrirë duart, mos i prekni. Ajo është Chelsea. Kapiteni i grupit ngriti armën drejt ujkut më të madh. Chelsea ose kërcënimi, s'ka më rëndësi. Misioni është i qartë. Driloni u hodh mes tyre, me dorë të hapur për ta ndaluar, ajo është një vajzë. Ju s'kuptoni asgjë nga ajo që po ndodh. Lira mori frym thellë, sikur më në fund po pranonte diçka që kishte vite që nuk e pranonte. Ajo uli këmbët nga shtrati dhe zbriti në 2 sheme.
Ujqërit u hapën për t'i bërë vend. Ajo nuk po dridhej më. Frika kishte vdekur brenda saj. Në kyçin e dorës së majt, shenja filloi të shkëlqente. Ngrosi e brendshme që lëshoi nga ajo mbushi ajrin me një pulsim drite. Të gjithë humpin. Agroni u zverdh. Kjo s'është normale, kjo është. E vërteta, tha Lira me zë të fortë. Ujqërit u përkulën para saj me devotshmëri të padiskutueshme. Unë nuk jam thjesht njeri, tha ajo. Ata më zgjodhen si ura mes botëve, por ju deshët ta shndërroni dhuratën në mallkim. Fjalët i përshkuan si thik ata që e kishin trajtuar si eksperiment. Kapiteni ngriti armën edhe një herë. Ndalojeni atë, tani. Por askush nuk lëvizi. Energjia që lëshoi Lira i shtyu të gjithë prapa, sikur era e pyjeve të egra kishte hyrë brenda spitalit. Driloni e kuptoi, ishte dëshmitar i një lindjeje të frikshme dhe të shenjtë. Ata u gjunjëzuan para saj. Dritat e spitalit filluan të ndriçonin e fikeshin në intervale të çrregullta, sikur ndërtesa të po humbiste vetë dijen. Ujqërit qëndruan të ngrirë nën komandën e heshtur të Lirës, duke formuar një rreth mbrojtës rreth saj. Kapiteni i grupit maskuar u mundua të ngrihej nga dyshemja, por gjunjët nuk i mbanin peshën. Sytë i kishte të zgurdulluar, të mbushur me një frikë që se kishte provuar kurrë. "Çfarë je ti?" belbëzoi ai. "Ajo që nuk duhet të më kishit harruar," ju përgjigj Lira me qetësi të akull. Teuta, me shpresën e kthyer në sy, e pa si diçka që priste prej dekadash po merrte drejtësi. Arta u ul mbi gjunjë, e pushtuar mes adhurimit dhe drithërimës. Agroni u ul në qoshe, i shkatëruar nga faji, i aftë vetëm të shoh pasojat e veprimeve të tij. Tani Driloni ishte ai që mbante frymën e të gjithë realitetit në duar. Ai ju afrua Lirës me ngadalë, si dikush që përqafon një të ardhme të panjohur. "Çfarë do të bësh tani?" Ajo i hodhi një vështrim të thellë. Kishte forcë, dhimbje dhe një fat të pashmangshëm. "Do të bëj atë që u krijova të bëj, të mbroj botën nga vetja e saj." Ujqërit u kthyen drejt derës, gati për të zhdukur në errësirat ku i përkasin. Driloni e dinte se rruga e tij me Lirën kishte mbaruar këtu. Ai e uli kokën, duke e pranuar ndarjen e pashmangshme. Pa e parë pas, ai u largua ngadalë drejt korridorit të gjatë e të heshtur. Lira doli drejt natës, e ndjekur nga gardianët e saj të egër. Hëna lart ishte e plot dhe për një çast të vetëm, u nda më dysh, ashtu si shenja në lëkurën e saj. Spitali heshti. Frika dhe adhurimi u përzien në zemrat e të mbietuarve. Teuta përshpëriti e para, me zë që dukej se vinte nga thellësitë e një legjende. Ulërima e tyre do të kujtoj atë që njerëzit tentuan ta fshinë.